E po, a e keni pyetur ndonjëherë veten se si sfidat që kemi kaluar na kanë bërë ata që jemi sot? Pikërisht këtë do të bëjmë sot. Do të shpalosim një hartë të tërë të jetës njerëzore, duke u bazuar te një nga teoritë më me ndikim në psikologji. Për një kohë të gjatë mendohej se personaliteti ynë ishte diçka e ngulitur, e gëdhendur në gur që në fëmijëri. Por, ja ku del një psikolog me një ide vërtet revolucionare, që ne, në fakt, nuk ndalojmë kur së zhvilluari. Dhe ky psikolog ishte Erik Erikson. Ai, në thelb, u shkëput nga mësuesi i tij Freudi. Pse? Sepse ai argumentoi se nuk është vetëm biologjia, por është bota jonë sociale, ndër veprimet tona, ato që na formosojnë gjatë gjithë jetës, nga foshnjëria e deri në pleqëri. Në zemër të teorisë së tij qëndron kjo ide. Ideja e krizave psikosociale. Tani mos u tremni nga termi. Këto janë thjesht pika kthese në jetë, momente vendimtare, ku përballemi me një konflikt thelbësor. Dhe zgjidhja e këtij konflikti është çelësi për të ecur përpara e për t'u pjekur. Pra, ja ku e kemi rrugëtimin ton, do të fillojmë me themelin, do të kalojmë te kriza e famshme e identitetit, do të shohim udhëtimin e të rriturve dhe në fund do të analizojmë trashëgiminë e Eriksonit. Le t'i hyjmë punës, duke filluar me bloqet e para të ndërtimit të personalitetit në vitet më të hershme. Mirë, le të fillojmë. Këto janë fazat që ndërtojnë marrëdhënien tonë më themelore. Ato me botën dhe, natyrisht, me veten tonë. Dhe ja ku i kemi të gjitha të paraqitura, Erikson skicoi 8 faza të dallueshme, secila ka sfidën e saj unike, dhe së bashku, ato na udhëheqin nga fillimi i jetës, nga foshnjëria e deri në pleqëri. Gjithçka fillon këtu. Faza e parë, besim kundër mosbesimit, është sfida më themelore. A është bota një vend i sigurt dhe i besueshëm? Mendojeni pak. Nëse nevojat e një foshnje plotësohen me kujdes dhe dashuri, ajo zhvillon besim. Ky besim lind virtytin e shpresës. Por nëse kujdesi është i paparashikueshëm apo neglizhues, atëherë lind mosbesimi. Pastaj vim te faza e dytë, autonomi kundër turpit dhe dyshimit. Këtu fillon lufta për kontroll personal. E dini atë fazën kur fëmia thot, dua ta bëj vetë? E po, pikërisht aty jemi. Nëse kjo pavarësi nxitet, fëmia fiton besim në aftësitë e veta dhe zhvillon virtytin e vullnetit, por nëse kritikohet ose kontrollohet tepër, lind turpi dhe dyshimi. Kalojmë në moshën parashkollore me fazën e tretë, iniciativë kundër fajit. Tani fokusi është te marrja e iniciativës, të bësh plane, të shpikësh lojra. Kur prindrit inkurajojnë pyetje dhe përpjekjet e fëmijës, lind aftësia për të ndjekur qëllime, pra virtyti i qëllimit. Në të kundërt, nëse këto përpjekje hidhen poshtë, mund të krijohet një ndjenjë thellfaji. Dhe ja ku mbërrim në vitet e shkollës, faza e katërt, zell kundër inferioritetit. Këtu hyn në lojë një sfidë krejt e re, të zotërosh aftësi që shoqëria i vlerëson. Kur një fëmijë ndihet i aftë, kur ja del mban, ai zhvillon një besim në aftësinë për të mësuar dhe për të arritur. Kjo krijon virtytin e kompetencës. Dështimi i vazhdueshëm, nga ana tjetër, sjell ndjenjën e inferioritetit. Mirë, i lam pas 4 fazat e para. Tani, le të kalojmë tek ajo që ndoshta është ideja më e famshme e Eriksonit. Një fazë që përcakton gjithë vitet e adoleshencës. Pyetjet qendrore të kësaj faze janë pikërisht këto. Kush jam unë? Çfarë besoj? Çfarë dua të bëj me jetën time? Kjo është faza e 5, identiteti kundër konfuzionit të roleve. Është një periudhë tranzicioni, ku sfida është të bashkosh të gjitha pjesët e vetes, rolin si fëmijë, si student, si mik, në një identitet të vetëm e të qëndrueshëm. Tani, kjo është shumë interesante. Kërkimi i identitetit nuk është thjesht një rrugë e vetme. Siç e shohim këtu nga puna e James Marshas, ka 4 statuse të ndryshme. Kemi arritjen, që është idealja, ke eksploruar dhe ke marrë një vendim. Kemi moratoriumin, që është faza aktive e kërkimit, por pa një vendim përfundimtar. Pastaj parandalimi, kjo ndodh kur dikush merr një vendim pa eksploruar fare, ndoshta duke ndjekur rrugën e prindërve. Dhe në fund, difuzioni, ku nuk ka as kërkim, as vendim. Një lloj pezurimi. Okej, pasi kemi një ndjenjë më të qartë se kush jemi, përballemi me sfidat e reja të jetës së rritur. Dhe jeta e rritur, sipas Eriksonit, ka 3 kërkime kryesore. E para, intimiteti kundër izolimit. A mund të formojmë lidhje të thella të përkushtuara? Këtu lind virtyti i dashurisë. E dyta,
Generativiteti kundër stagnacionit, apo kontribuojmë për brezin e ardhshëm, apo lëm diçka pas, kjo sjell virtytin e kujdesit. Dhe e treta, në fund të jetës, integriteti kundër dëshpërimit. A mund të shohim pas me një ndjenjë kuptimi dhe pranimi? Këtu arrihet virtyti i urtësisë. Tani, mund të pyesim veten, pse kjo teori e zhvilluar dekada më parë është ende kaq e rëndësishme? Le ti hedhim një sy ndikimit të saj, por edhe kritikave. Nga njëra anë, forca e saj është e pamohueshme. Ishte revolucionare, sepse pa zhvillimin si një proces gjatë gjithë jetës. Theksoi faktorët social dhe na dha konceptin e krizës së identitetit. Por, nga ana tjetër, ka edhe kritika. Disa thonë se ajo pasqyron më shumë vlerat perëndimore, individualiste, të tjerë vënë në dukje një anshmëri të mundshme gjinore, dhe se kufit e moshës janë pak të paqartë. Pra, pika kyçe është se kjo është një kornizë e fuqishme, por jo një libër rregullash i ngurtë. Dhe kjo na sjell te dita e sotme. Rëndësia e saj është ende e madhe. Kjo teori na jep një mjet, një lente për të kuptuar disa nga sfidat më të mëdha moderne, si krizën e shëndetit mendor të rinjt, ndjenjen e vetmisë që po përhapet, apo kërkimin e vazhdueshëm për një qëllim në jetë. Pra, në fund të fundit, puna e Eriksonit është shumë më tepër se një teori. Është si një hartë e udhëtimit njerëzor. Ajo na fton të gjithëve të bëjmë një pauzë dhe të reflektojmë. Ku kemi qenë, ku jemi tani, dhe ku po shkojmë më tej në këtë aventurë të jashtëzakonshme që e quajmë jetë.